Sot është bajrami i parë pa nanën dhe babën. Dhe për herë të parë, kjo fest nuk ka të njëjtën ngrohtësi, nuk ka të njëjtin gëzim dhe nuk ka të njëjtën dritë si dikur. U zgjuam në mëngjes, por këtë herë shtëpia ishte ndryshe. Nuk dëgjoj zëri nanës, duke na thirrur herët për bajram. Nuk ndihej aroma e ushqimit që ajo përgatiste me dashuri qysh në agim. Nuk ishte baba duke na pritur me buzëqeshje e duke thënë: "Uri me bajramin, inshallah gjithmonë me gëzime." Ky mëngjes ishte i rëndë, shumë i rëndë. Çdo cep i shtëpisë na kujtonte ju. Karrigët tuaja bosh në sofrën e bajramit dukeshin sikur flisnin vetë. E zemra ndjente mungesën më shumë se kurrë. Dikur bajrami ishte i zhurmë, gëzim, përqafime, hare. Nana kujdesej për gjithçka. Sofrën, ëmbëlsirat, rrobat, mysafirët. Baba na bashkonte të gjithëve me buzëqeshjen dhe fjalët e tij plot dashuri. Shtëpia mbushej me njerëz, me urime dhe me atmosferë familjare. Sot gjithçka duket më zbrazët. Dreka bajramit nuk ka më të njëjtën shije. Edhe ushqimi duket pak më ndryshe, kur mungojnë duart që përgatitnin me dashuri dhe zemrat që na mbanin të bashkuar, duart e nanës. Kur na vinë mysafirët apo kur shokët e babës na urojnë bajramin, zemra thyhet edhe më shumë. Ata thonë: "Allahu më shërov babën, ka qenë burr i mirë." E ne ulim kokën me lot në sy, sepse e kuptojmë se sa shumë na mungon. Disa na pyesin për nanën e vetëm heshtja flet. Sepse dhimbja për prindin nuk përshkruhet me fjalë. Ajo ndihet thellë në zemër, sidomos një ditë si kjo, në ditë bajrami. Sot e kuptojmë se prindet janë vetë gëzimi i festave. Mungesa atyre ndihet në çdo urim, në çdo buzëqeshje dhe në çdo moment të kësaj dite. Sikur edhe një herë ta dëgjonim zërin e nanës. Sikur edhe një herë baba të na priste te dera me buzëqeshje. Por tani në kanë mbetur vetëm kujtimet, fotografitë dhe lutjet për ju. Allahu i falë dhe mëshiroft nënat dhe baballarët tanë. E ne pritshim edhe shumë bajramet e tjerë, bashkë me familjen, apo pjesën tjetër të familjes, e nënat dhe baballarët që na mungojnë, Allahu i mëshiroft.